kryetar formalisht aktualisht është, sepse muri konfirmimi në kuvendin e LDK-s, mirë po është një kryetar jashtëzakonisht i lënduar dhe unë besoj që është njëri prej kryetarëve të subjekteve politike më të lënduar aktualisht në skenën politike, sa i përket mungesës së legjitimimit të brendshëm politik. Kjo është sfida kryesore e tij, ai mund të vazhdojë ta përdor këtë rezultat të zgjedhjeve si kartë për konfirmim të mandatit të tij, mirë po dallon votimi teknik, dallon prej disponimit politik që ekziston dhe para se tjetë kjo shqetësimi kryesor, para se tjetë prekupimi i kryesor 160 sa vota, muri duhet ta ketë qartë që 160 po. Nuk është më rëndësi që duhet ta ketë qartë që disponimi politik i gjysmës së antarësisë së këtij subjekti politik është ai të mos jetë kryetar. Dhe sfida kryesore e tij është se si ta fitoj vullnetin e këtij kontingjenti të madh të përfaqësuesve të kurdin tu. Pra po tham, kjo është sfida kryesore politike e Lumer Abdigjiku, se si ta fitoj këtë legitimitet të cunguar realisht, jo vetëm teknik, sepse në proceset politike nuk mjaftojnë nganjëherë vetëm rezultate teknike, mirë po ta konfirmoj këtë legitimitet të cunguar politik nga gjysma e partisë tij. Diçka e paprecedent në bilanci është që Kurti po qeveris me kollajlak. Edhe po nuk pati kuvend të konstituar, votat janë, populli foli. Populli ka folur, kemi thënë disa herë. Kështu që po qeveris me kollajlak Kurti. Po dy prej subjekteve kryesore opozitare do të tash në këtë drejtim. PDK-ja është në ankthim po ashtu si të zgjedhjeve të brendshme që i ka hapur, se si do të menaxhohet nuk e di, dhe të pritjes sepse jemi në fazën finale të gjykatës speciale. Dhe kjo është një vendim me shumë peshë. Një vendim me shumë peshë, jo vetëm për PDK-n, por edhe për Kosovën. Për Kosovën fillimisht, për historinë. Ta kemi qartë, tashmë PDK-ja është në pritje sa i përket kësaj teme të madhe, ndërkohë LDK-ja se si do t'i sanoj fragmentarizimet e brendshme, aleanca mbetet subjekti, por me një peshë të vogël parlamentare, dhe gjitha këto kontingjenca politike i krijojnë një komoditet të jashtëzakonshëm qeverisës në mënyrë të pasfiduar Albin Kurtit edhe për një periudhë të paparashikueshme kohore.